Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Vapa është prezente dhe vazhdon, po do zoti dhe në ditët që vinë nuk ngrihen më shumë temperaturat. Kjo nuk varet nga ne ngrejmë kokën lart dhe bëjmë këtë thirrjen tonë. Se dhe ndjekja pastaj do jetë më e vogël e emisioneve, e gjithë banaqeve që shfaqen në Republikën tonë të nderuar për gjatë gjithë javës. Nëse ka një gjë që ju nuk ju mungon kur, jemi ne që dalim këtu dhe nuk ju lëm gjë pa thënë. Më thënë gjithandej, dalin edhe gjithë. Tani kolegu Fevziu del edhe në det, si që keni vënë re preç, edhe flet edhe për ujnë, sa i kripur është, dalga, kërëvise të gjitha. Kolegu Fevziu del edhe deteve të gjithë dhe merë dhe detet, jo malet. Merë detet dhe del flet gjersisht. Promovon turizmin. Promovon turizmin e Republikës Shqipërisë. 5 minuta, kështu. Flet dhe mbrapa lëviz dalga gjerat. Nuk ka rëndësike. Punë, në rol të shkrus, pra këtë kemi. Pjesë të parë ne do të flasim për disa çështje kryesisht lidhura me drejtësinë dhe aktualitetin. Drejtësia nuk pushon këtu, do më filluan plazhet gjerësisht të gjithë të huaj që vinë shumë ditë, po dhe drejtësia që vazhdon punën e vet. Në pjesën e dytë ne do të flasim për luftën që ka shpërthyer mes Izraelit dhe Iranit, sigurisht ne nuk do bëjmë atë që vinë dhe mësojnë se si duhet luftuar dhe da duhet tërhequr Irani ose duhet tërhequr ky dhe çdo bëhet. Ne do të përpiqemi të informojmë më shumë, po dhe të pyesim faktorë të ndryshëm, krejt të ndryshëm nga njëri tjetri, njerëz të moderuar, por dhe njerëz të cilët kanë mendimet e tyre, qoftë edhe radikale ato. Media është e hapur për të gjithë faktorët. Edhe për pozicionin e Shqipërisë. Edhe në Presidenti ka folur sot dhe kam edhe për pozicionin e Shqipërisë, foli presidenti. Izraelin për shembull. Pse mbrojti Izraelin? Hapur fare. Vret dhe fëmijët. Se Izraeli duhet mbrojtur, po jo kur vret fëmijët. Tani, në pjesën e parë, unë kam zonjën Klodiana Lala, gazetare, drejtuese të them gjitha këto ofiqet që mbrapa, News 24 e tjerë. Faleminderit shumë. Pres Zogaj, zoti Pres, faleminderit shumë. Vapën si dukesh të di se s'ka qenë edhe te ne këto dy. E përballojnë. Përballon? Përballojnë. Unë kam patur disa. Çfarë do bëjmë? Një njeri në punë herët, shumë kohë më parë, kishte një shofer, ai nuk punonte mbi 28 gradë. Punon. Si pajisje, nuk punon. Shkon 28, ndalon. Ne punon. Edhe njeriu po kaloj 45 dhe ne nuk do funksionojmë me. Tani, po ka dhe 28, 29. Zoti Andi Tela dhe zoti Antona Bilekaj, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Në lidhje direkte do të kemi Agron Shejajin, kryetari i Mundësia, i cili hyn te kjo pjesë sa i përket Bashkisë së Tiranës. E bën gati, e mban Agronin në ndjekë edhe pak minuta, nuk bën keq po të në ndjekë, dhe ndërkohë ne vijojmë me pjesën e parë tani. Apo kërcënon Erion Veliaj. Ka një shtypi boton gjëra të çuditshme, si tani edhe si thanë Vapa preçet gjitha dhe thonë që Erion Veliu ka marrë TikTokun në dorë, TikTokun jashtë, edhe lëshon dhe kërcënime gjëra, kështu thonë. Pastaj dalin thonë jo, nuk janë kërcënime. Më thënë në këtë situatë dhe në këtë kohë të nxehtë, thuan plot gjëra, por ne do diskutojmë për këtë problematik, po jo në kuadrin e çan TikTok apo të gjitha të tjerat. Është saktuar relatorja në gjykatën e lartë për rekursin e Veliajt. Gjyqtarja Albana Boksi, quhet. Si vijon kjo procedurë? Kur pritet vendimi dhe çfarë pritet të ndodhë? Jemi në verën e nxehtë, zonja Lala. Kur pritet të ndodhë tani, shkalla e tretë, se kanë dalë Shqipëria ron me shumë thasheteme, kanë dalë dhe thasheteme që shkallën e tretë lirohet ky. Thonë, thasheteme, sigurisht. Por thonë në shkallën e tretë ai lirohet. O lirohet o nuk lirohet. Po kjo është duja kinez. Ndoshta jo, ndoshta po. Po them që thonë popullata që lirohet. Duke patur parasysh dhe kur pritet vendimi dhe çfarë vendohet, duke patur parasysh dhe precedentin Meta sa gjasa ka të lirohet Veliaj, se edhe Meta diçka ka bërë, një rekurs, nuk e di. Po, zonja Lala. Atëherë, sa i përket gjykatës lartë, zoti Veliaj ka ushtruar rekurs ndaj vendimit të gjykatës apelit të posaçme, duke kundërshtuar masën Përdorni materialet edhe arrest në burg. Materialet që kemi mbulimet. Arsimin që është i hapur për institucionet e drejtësisë për të vijuar hetimi për të, por nga ana tjetër zoti Veliaj pretendon se nuk ekzistojnë kushte dhe kritere, pra çka do thotë
sipas avokatëve të tij nuk ekziston mundësia që zoti Velia të arratiset jashtë vendit, nuk përbën rrezik për t'ju shmangur hetimit apo nuk përbën rrezik për të intimiduar provat dhe për të helmuar provat apo intimiduar dëshmitarët. Me këto argumenta kryesore, por edhe për faktin që ata pretendojnë që zoti Velia, duke qenë kryetari i bashkisë në detyrë dhe i zgjedhur vendor, duhet lejohet të ushtrojë detyrën, këto janë argumentat kryesore ku avokatët janë dalur dhe kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës së posaçme të apelit. Sipas ligjit, pasi caktohet një datë, unë mendoj që brenda korrikut çështja për zotin Velia do të shqyrtohet në gjykatën e lartë, nuk mund të emende një datë konkrete për sa kohë nuk është shqyrtuar, pra nuk është caktuar, por praktika ka treguar që brenda marrë në konsiderata fatet e tjera të rasteve siç ka qenë zoti Beqaj, zoti Berisha, zoti Meta apo funksionarë të tjerë të lartë publik ose të zgjedhur vendor, besoj që brenda korrikut kjo çështje do të shqyrtohet. Patjetër që gjatë kësaj kohe ka patur dhe zhvillime të tjera, sepse duhet kemi parasysh që për ta sqaruar, kjo është një nga ato çështje që mund të shqyrtohet vetëm në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Pra gjykata mund vendos për pranim ose jo të rekursit pa praninë e palëve, vetëm në rastet kur konstaton çështje të cilat konsiderohen thelbësore për zgjidhjen e të gjithë kazusit ose problematikës, ose atyre kërkesave që shtron zoti Veliaj, mund të kalojë në seancë plenare ose në seancë të hapur gjyqësore. Po përgjithsisht, në rastin e zotit Meta është bërë me gjykime dyert të mbyllura, pa praninë e palëve, pa patur as prokurorët dhe as personin e dyshuar përpara, është bërë vetëm mbi bazën e dokumentave që paraqesin palët. Pra nga njëra anë zoti Veliaj dhe nga ana tjetër pretendimet që jep prokuroria e posaçme. Duhet kemi parasysh që gjatë kësaj periudhe ka patur dhe zhvillime të rëndësishme në gjykatën. Gjyqtarja, kush është gjyqtarja tani? Albana Boksi. Albana Boksi. E cila ka shkuar nga gjykata e apelit për krime të rënda në gjykatën e lartë, pra ka qenë edhe pjesë e gjykatës së apelit. Me integritet thonë, gjyqtarja me integritet. Kështu të paktën është konsideruar e ka kaluar me sukses procesin e vetingut, ka kaluar në mesin e atyre gjyqtarëve, ka patur një garë të hapur për shkuar në gjykatën e lartë, kështu që është kualifikuar, ka qenë nga grupi i parë i gjyqtarëve që shkuan nga apeli posaçëm në drejtim gjykatës lartë. Sigurisht që mbetet për të parë edhe pjesa tjetër e antarëve, sepse është treshe gjykuese, pra është trup gjykuese, nuk është kolegj, nuk është veçmas, pra nuk është një gjyqtare vetme. Kështu që është mjaft e rëndësishme për të parë edhe dy emrat e tjerë, por relatoria aktualisht që ne flasim bën gjithë përgatitjen e dosjes me qëllim që ta shtrojë çështjen për diskutim gjatë dhomës së këshillimit. Po ju thoja që gjatë kësaj periudhe ka patur edhe disa zhvillime të rëndësishme sa i përket zotit Veliaj, sepse ka patur dy seanca të tjera në gjykatën e apelit të posaçëm, që ka të bëjë pikërisht dhe njëra do të jetë ditën e nesërme, pra do të ketë seancën që ka të bëjë me informacionin 2 mujor, pra do duhet të presim zhvillime nesër sa i përket zotit Veliaj, sepse avokatët pasi të njihen me provat e prokurorisë dhe me të gjitha veprimet e kryera gjatë këtyre 2 muajve, patjetër që mund t'i japin mundësi vetes apo mund të kërkojnë zëvendësimin e masës sigurisë për zotin Veliaj, sepse mbetet për të parë çfarë provash konkrete do sjellin prokurorët për këta 2 muajt e dytë, pra jo 2 muajt e parë, sepse janë 4 muaj total që zoti Veliaj qëndron në masën e arrestit me burg. Do të jetë seancë e rëndësishme edhe ditën e nesërme, kështu që janë paralelisht sa në apelin e posaçëm ashtu edhe në gjykatën e lartë. Sa i përket asaj që ju thoni apo kërcënon zoti Veliaj, unë kam parë me skepticizëm Ja do kalojmë tani aty, po ka gjasa që të lirohet Veliaj duke patur parasysh dhe precedentin Meta? Sipas teje se ti ri gjithmonë. Tani, unë kam thënë edhe herën e parë, i vetmi ndryshim i zotit Veliaj në raport me gjithë funksionarët e tjerë të lartë ka të bëjë vetëm me detyrën. Pra qëndrimi që do të mbajë gjykata e lartë në rastin e zotit Veliaj është kush prevalon, hetimi prokurorisë apo do të prevaloj detyra që ai ushtron aktualisht. Pra ky është momenti, nëse zoti Meta nuk ishte në detyrë, zoti Berisha nuk ishte në detyrë, zoti Beqaj nuk ishte në detyrë. Jo në atë aspekt, Ylli, pra balancohen, pra shpeshore, janë kaq të rëndësishme, pra është kaq i fortë intimidimi apo dyshimi i prokurorisë për intimidim apo prishje të provave, apo janë kaq të forta provat e prokurorisë sa e duan me patjetër Erion Veliaj në burg, apo mund të hetohet në gjendje të lirë dhe njëherë as ai të ushtrojë detyrën. Pra kjo është dilema më e madhe që në rastin konkret ka gjykata e lartë, sepse në rastet e tjera nuk ka patur një shtrim të tillë për diskutim. Pra ka qenë të gjithë funksionarët e tjerë kanë qenë jashtë detyrës. Në çfarë unë kam parë nga praktika, gjykata e lartë ka qenë e prerë, nuk ka liruar për veprat penale për cilat dyshohet zoti Veliaj,
siç është korrupsioni. Nëse do ta bëj, ky është rasti i parë. Pra nëse do ta bëj, ky do të jetë rasti i parë. Pra gjasat për të liruar sa i përket dyshimeve janë shumë të pakta. I vetmi aspekt që është ndryshe, pra për qenë qartë për opinionin publik, është ushtrimi i detyrës. Pra vetëm ky është momenti thelbësor që sepse aty insistojnë dhe avokatët që është ndryshe nga rastet e tjera. Praktika ka treguar që gjykata e lartë ka lënë fuqi çdo masë sigurie që ka të bëjë me funksionarët e lartë publik. Ndërkohë, ju e filluat këtë, Erion Veliaj duket se ka një ekip PR-i ose bashkëpunëtor të tij që kanë nisur publikimin e videove në TikTok. TikTok në fakt nuk funksionon këtu, po ndoshta bëhet edhe nga jashtë. Disa prej tyre kanë patur mesazhe të koduara. Funksionon këtu, po. Disa prej tyre kanë patur mesazhe të koduara. Ja le t'i ndjekim. 2-3 mesazhe. Mesazhe të koduara që quhen. Rosaku që po mbaj në dorë quhet Nesti A. Është i vogël, qesharak, i zhurmshëm, por përballë meje duket si miz. S'jam i habitur që kundërshtarët e mi me vesh një certifikat lindjeje dhe hidhrim brezash nuk flen dot nga ca video në TikTok. Rini të tërbuar dhe mos u qetësoni kurrë. Më arrestuan dhe tentuan të më poshtrojnë. E di që kjo i bëri të ndjeheshin mirë, por karma gjithmonë e gjen rrugën, edhe nëse është me vonesë. Shpresoj vetëm të jenë po aq të fortë sa isha unë. Nuk kam zgjedhur kush hyn në këtë zyrë. I kam mirëpritur të gjithë sepse kështu bën një kryetar bashkie. Pra, si mesazhe dukeshin në fakt, me thënë drejtën, ëh? Preç se Unë e marr, nëse zoti Zogaj më lejon. Unë e marr me pak skepticizëm këtë gjë, sepse çfarë ndodh? Zoti Veliaj nuk po paraqitet më në gjykatën e apelit posaçëm. Pra thuaj se po mungon në gjitha seancat dhe në raport me më herët, që gjua e zotit Veliaj ishte shumë e ashpër në adresë të prokurorëve, në adresë të gjykatësve të posaçëm dhe që kishte një sulm sipas prokurorisë koordinuar ndaj të gjithë personave, përfshirë edhe mediatik që merreshin me çështjen e tij. Zoti Veliaj duket sikur ka bërë një hap pas. A mund të jetë kjo një strategji e re për të sulmuar ata që i mendon si kundërshtar, besoj brenda forcës tij politike? Këtu pastaj na ndihmojnë. Ky është një proces gjyqësor. Dhe janë krijuar palët, pala akuzuar ka drejtën e vetë, mbrohet sa të mundet. Me gjitha mënyrat, kudo që i krijohet mundësi. Edhe me TikTok thua ti. Po është e mundur nëse i lejo, se unë tani këtu ka dalë ky problemi që janë i përdorin në mënyrë ilegale apo legale. Vetë Velia është penalizuar një herë, domethënë, për shkeljen e këtyre rregullave të komunikimit me pjesën tjetër jashtë, apo jo. Por janë ekspertë që... Por duhet të them këtë gjë që nuk pinuj asë një kërcenim, po ta them. Pinuj të vëdi. As me TikTok, as me tribuna, as me foltore, as me Instagram. Kur thot aty preç, edhe për kolegët e tjerë, duket si kur e ka identifikuar këtë Nesti, si e ka i, Nesti... Po nuk vlen. Angoni. Nesti Angoni, sigur, e si vogël që sharak thotë në raport me mua, apo e ka si metaforë? Të themu një mendim, që të shkojmë për te kësa, se nuk do hymë tani me dekoduar, dhe me thënë se ku do me dalë një metaforë. Po duket sigur, ka një kontekst tjetër preç, unë do të them që duket sikur kërcënon dikë, se njeriu kur përdor kode kështu, duket sikur e ka me dikë, që po e kërcënon atë. Të themi edhe për ata që në ndjekin, ka ndodhë kjo gjë, që shumë politikanë, të cilët e kanë ndjekur këtë strategjinë e kërcënimit, intimidimit të gjyqtarëve, prokurorëve, kanë parë se kjo është kthyer në bumerang. Dhe po e them edhe me bindje, me kompetencë, mund ta them dhe fjalën e kompetencë, që presionet, shantazhet nuk bëjnë më punë. Përkundrazi, nuk them se acarojnë, se nuk është detyra e gjyqtarëve që ta acarohen, sepse i pandehur i përdor një mbrojtje jo shumë kështu normale, por që nuk trembër. Dhe me thënë, ai që i përdor këto mjete për shantazh, nëse ka ndërmend shantazh dhe intimidime tjere kërcenim, i ka kot. Nuk prodhojnë asgjë. Kemi një gjë tjetër, ajo e tha shumë mirë Klodiana, që për Erion Velin, për mendimin tim, ka një çështje, që është ajo që sa, si me thënë, funksioni i tij, marrëdhënia e tij me varësit, mund të ndikojë që ky
si thua, të pengoj dëshmitare, si me thëmë, ose të mund të prish provë. Unë kam përshtypjen se tani mbas kaq kohësh, provat do jenë mbledhur, dhe me thënë, ata që janë pyetur, nuk dia kanë ngel tjerë. Nuk dia kanë ngel tjerë për të pyetur. Mund të kenë ngelur, por kjo frika se lënia e jashtë e Erion Velias, është dëmshme dhe rrezikshme sepse me autoritetin e tij u mbyll gojen vartë. Kalojmë te kolegët mund të jetë ka përfyer, ajo që ngelet në fund është vepra penale. Vepra penale. Jo, kjo i thoni ju dakord, po vepra penale është pra. Vepra penale. Përndryshe pastaj edhe duhet bërë dhe me Ilir Medën. Jo, vepra penale është vepra penale. Tani ne nuk bëhemi dot. Jo, ne diskutojmë si gazetarë. Ne nuk kemi gjyqtar, ne nuk kemi jetus, ne nuk kemi prokuror, ne nuk kemi udhëheqësa, por ne jemi gazetarë. Dhe si gazetarë ne kemi të drejtë të themi çfarë ne mendojmë. Njerëzit na dëgjojnë pastaj. Të gjitha rastet e mëparshme kanë treguar që gjykata e lartë i ka lënë në fuqi. Nuk i toleron këtore. Atëre Abilekaj dhe Tela ndryjnë. Pra, jemi të qartë sepse kemi diskutuar dhe në emision e kaluar. Pra, precedentët në këtë rast nuk janë në favor të zotit Veliaj. Në gjitha rastet, gjykata e lartë ka lënë në fuqi çfarë ka marrë në vendim më parë apeli i posaçëm. Edhe përsa i përket specifikës që thot Klodiana, pra faktit që Erion Veliaj është në detyrë, ka dhe këtu themi një gjysmë precedenti që ka të bëjë me zotin Beleri. Edhe ai ishte nominuar në detyrë si kryetari i Bashkisë Timarës dhe gjykata e lartë konstatoi që është më e rëndësishme të rrim burg për llogaritë SPAK-ut se sa të shkojë dhe të betohet një ditë në Bashkinë e Timarës dhe të kthehet përsëri në burg. Kështu që edhe këtu e kemi një lloj precedenti. Pra do duhej një argumentim gati i Strasburgut, i drejtave të njeriut, i çështjeve shumë të prekshme nga gjykata e lartë për t'i dhënë liri Erion Velis në këtë rast. Kështu edhe në pikpamjen time duket e pamundur që të shkojmë. Vështirë e pamundur, Bilekaj? Nuk i dihet. Besoj që po të llogarisësh se lidhjet që kanë ata, lidhjet e fsheta që kanë brenda Partisë Socialiste, ndikimin që kanë grupimet Partisë Socialiste dhe gjykata e lartë, ka shumë mundësi që Veliaj të favorizohet, pavarësisht precedentëve. Qartë. Kështu që se ka grupime afër Veliajt, pra nuk mund të jemi të sigurt se punë dhe kot nuk janë ato zëra që dalin. Ajo që u bë betejë në PS për të marrë drejtësinë, rezultoi me këtë rezultat. Doli me këtë rezultat. SPAK-un në përgjithësi e mori Rama, që ose ju keni parë se si Klodita Bushka thoshte kemi njerëzit tanë në SPAK, kryesisht për BKH-n, se këta i kanë marrë vërtet to, nuk flasim kot, magistratet janë futur vërtet ta, nga freshje dhe nga Akademia Socialiste. Ndërsa gjykatën e lartë ka një influencë shumë madhe grupi Veliajt. Kështu që nuk përjashtohet që gjykata e lartë të veprojnë në favor të Veliajt në nxitur politikisht, kuptohet. Dhe nuk është asnjë çuditësi pse ne kemi një kryetar gjykate e lartë i cili po kryen aktivitet politik të palishëm në kundër gjykatës kushtetuese sot. Kështu që ky është një nga ato. Ju nxorët disa nga statuset e Veliajt që ka bërë më parë në TikTok. Po. Dhe ne thamë dhe njerë në shkuar që se si shpjegohet që veprimtaria e tij në TikTok me veprimtarinë e tij në Facebook dhe në Instagram janë të kundërta me njëra tjetrën. Dhe ato vazhdojnë të jenë të kundërta me njëra tjetrën. Facebooku me TikTokun. Po. Dhe kjo është shumë e dushim për të. Pra nuk e bën një... Sot ai ka bërë një tërheqje dhe ka thënë që këto që bëjnë TikTok nuk duhen marrë seriozisht, një status të ri të fundit, por mediat mund t'i marrin seriozisht dhe spekulojnë me to sa duan, por këto nuk janë serioze. Ndërkohë që ato që na ka shtyrë ne ta marrim seriozisht janë pikërisht këto dy fakte. E para që ai është marrë me personazhe konkrete, pavarësisht se ne si Angonin ne nuk e njohim. Ai e njeh. Dhe ai e njeh. Dhe e dyta, sepse përmbajtja e tyre është e kundërt me përmbajtjen servile ndaj Ramës në Facebook. Është përmbajtje kritike ndaj atyre që sulmuan. Interesant. Kështu që kjo tregon që ka një luftë që zjen dhe që ne nuk e dim me fakte, nuk e kemi, sepse ne nuk e dim çfarë marrëdhëniesh kanë me një tjetrin socialistët. Nuk vetëm të spekulojmë, nuk mund të spekulojmë. Dhe kjo luftë është duke vepruar sidomos tani me këtë vendim i cili është shumë kritik për Veliaj. Qartë. Dhe mos mendoni që është e lehtë që
Në Korrik, Veliaj do të merret vendimin se Veliaj do të vazhdoj të ri për një kohë të gjatë në burg, apo do të dalë, dhe nëse del, a do të marrë Bashkinë e Tiranës? A do të kemi një vendim për Bashkinë e Tiranës deri në Korrik? Pra, a do të shkarkoj Veliaj njeriu që ka emëruar Edi Rama kryetar bashkie? Kështu që këtu kemi të bëjmë vërtet, po të analizosh me një betejë politike, e cila fshihet në deklarata bashkëpunimi që nuk kanë asnjë për të shkodifikuar, jo se do kalojmë pa jemi po këtu. Vetëm një sqarim yll nëse sepse dita e nesërme mendoj që do të përcaktoj në një farë mënyre dhe fatin e zotit Veliaj në gjykatën e lartë. Po pse nesër? Sepse nesër prokuroria duhet të informoj gjykatën për veprimet 2 mujore që ka kryer, pra për gjatë 2 muajve. Në qoftë se prokurorët nesër do shkojnë dhe do kenë ase nën mëngë kundër zotit Veliaj dhe do paraqesin prova të reja kundër zotit Veliaj, pozita e tij në raport me ligjin do të jetë më e rënduar dhe më pas gjykata e lartë do ta ketë pastaj thuajse të pamundur për të bërë një zëvendësim apo një ndryshim të masës sigurisë. Pra në një farë mënyre ajo çfarë do të ndodh nesër, nëse do të përfundojë gjithë seanca, se mund të kërkohet kohë nga avokatët, nëse prokurorët do shkojnë aty dhe do të çojnë disa prova të reja të panjohura më herët nga mbrojtja dhe nga publiku, aty pastaj gjithë historia do të ndryshojë dhe do të kemi besoj edhe një panoramë të re të gjithë situatës së zotit Veliaj në raport me gjykatën e lartë. Ndërkohë, më së shumë të ju thoni që gjykata të gjithë thotë që ka shumë të vështirë ta bëjë gjykata e lartë këtë gjë. Nga faktet femine, se pastaj... A duhet të kemi tani zgjedhje në Tiranë? Preç shkurt e dua këtë. A duhet kemi zgjedhje për kryetarin e bashkisë dhe a ka gjasa që kjo të ndodhë tani shpejt se ka kaluar koha? Ne sa po folim tani që përpritet gjykata, unë thjesht doja ta thoja këtë gjë që nuk ka kontekst politik, hiqeni nga mendjet. Nuk ka kontekst politik. Kjo ka sa peshon vepra penale, sa ka vlerë. Kjo është, shikoj, është ka përcyer kjo tani, sepse duhet të kujtojmë se ka një raport që është shumë i fortë tani i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, i cili ka avu disa... I Parlamentit, direkt. Po, ka avu disa piketa që nuk i ka avu kur me parë Evropa për drejtësinë. Bile është kritikë që pse vonohen, e përjashtojnë ndikimet politike në drejtësi do jenë vetë vrasëse për vetë ata që do ndërhyjnë. Nga kjo pikpamje unë them që është ligjore më shumë se sa politike. Tani, a do ketë qëse gjykata? Nuk korespondon shumë pesh, sepse ta nuk i njohin shumë ngjarje. Ne kemi sot një projekt raport të komisionit prapë që do dali. Që ka dalë sot, disa të dhëna, ku flitet prapë kundër komisionit Xhafa. Të cilën ndërtoi Rama për të kontrolluar drejtësinë. Pra, betemi, ikim. Ne kemi kohën. Po pra, varet nga gjykata e lartë, do pritet gjykata e lartë. Do pritet vendimi gjykatës lartë. Se ai e ndan. Shpallur zgjedhje. Është një vendim mbi influencat politike, nuk ka ndikim jo politik këtu. Veliaj është në burg politik. Jemi okej tani, preçi do të mendoni do të po. Nuk ja umbushim do të timin që a do ketë zgjedhje në Bashkinë e Tiranës sot yli. Dhe unë mendoj që vendimi i gjykatës lartë do japin përgjigje edhe kësaj gjë. Pra nëse gjykata e lartë vazhdon e lën në burg Erion Veliaj, ka hapësirë që Edi Rama të shpallë zgjedhjet parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Përndryshe do jetë aty ai. Jo, kjo që thajnë toni që Veliaj është në burg politikisht, unë nuk e besoj kështu. Erion Veliaj është në burg në ndyshimet për korrupsion dhe pastrim parash. Sepse nëse ju thoni është burg politik i bie që... Benet Beci ka akuzë dhe është në detyrë, duke bërë shef atje. Shumë dakord, standardet pastaj hajde t'i diskutojmë. Do kthehemi te standardet, por ama nuk është... Njeri që është pa akuzë në burg, njeri që është me akuzë në punë. Erion Veliaj nuk është në burg si i dënuar apo i burgosur politik. është si person i dyshuar për veprën penale të korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Po e tjetër i është diferencë shumë e madhe. I kapur dhe i akuzuar. Është diferencë shumë e madhe. E lartë. Në atë çfarë ju thoni. Ai është komunikuar. Ne marrim mirë qenë që Veliaj na qen në burg politikisht, i bie s'kemi çështje pastaj kthehemi në komunizëm. Unë besoj që ai nuk është politikisht. Unë besoj fort te institucionet që kanë disa prova dhe të dhëna të arsye ose dyshime. Je akuzuar për korrupsion, por në detyrë. Jo, vepra penale është tjetër. Atëre,
pastaj hajde ta diskutojmë. Jo shkret ndryshe vepra penale për zotin Beca. Pra edhe ndrejse si thua, do kalojmë aty. Kretari bashkisë Rogozhinës. Sepse Po shkalojmë te zoti Beca. Ju lutem pse nuk dua, Ylli ka një problem shumë të madh, domethënë për të bërë politik me sistemin e drejtësisë, të gjithë e kanë kryer sport kombëtar. Janë dy palë, dy persona, dy funksione të ndryshme me vepra të ndryshme penale. Po për argumente po flas pra, sepse ju po thoni burg politik, jo zotri. Punon me Më gjyko sa të duash. ata që me replikë. Po problemi është, po pra, dhe vendimi është i tillë që është, ma shpjego, ku është një dashuria mes të dyve, mes dy rasteve. Që Benet Beci, Po? kryetari i Bashkisë Shkodrës, me një akuzë të komunikuar në datën 23 prill, është në detyrë. Jo, nuk është 28 Tash prill. punon me Abilekën dhe me Lale. Je gabuar, ja që këtu bie. 23 prill, mo. Jo, akuza Benet Beci është marrë i pandehur, se s'dua të kalojmë te çështja e Benetit, që në muajin nëntor të 2024-s. Dakor? Por është krejt për vepër të ndryshme penale nga ajo që ka zoti Veliaj. Zoti Veliaj është për dy vepra që minimumi i dënimit shkon në 15 vjet burg. Ikim këti momenti, nuk kemi vetëm këtu. Si ikim në këti momenti? Është kjo është momenti për të gjykuar. Si gjykojmë ne? Gjykojmë për qenë mual ti ndumani apo jo si fytyrë? Ne gjykojmë me veprimet, çfarë bën ai? Atëre, Veliaj do të gjykohet në gjykatën e lartë. Këtu ne do të jemi të qartë, do qartësojmë një moment. Në fillim të emisionit, unë thash një gjë fare të thjeshtë. Ku ka zë, s'është pa gjë. Shumë njerëz mendojnë për shkak të drejtimit politik, Klodi, të kësaj gjykate, që ka politika futundët shumë, tani mos bëjmë ne sikur kemi gjykatat e norvegjeze ose daneze. Ka zera që Erion Velia lirohet këtu. Zerat mund t'jenë zero. Brenda këti muajt korik që thatë ju, ne mund të shojmë që këto zera nuk ekzistojnë. Atere ta lëm këtu. Pse pastaj mund të ketë 100% të drejta Abileka. Jo, unë s'tem kjo. Unë them që ka i betejë influencash. Një rraf shkret, sepse Antoni ka ndër të tjera që zoti Veliaj është i burgosur politik. Jo, unë se mendoj kështu. Politikisht. Nuk e tha. Politikisht. Politikisht, apo jo? Politikisht, po. Unë s'bje dakord me këtë. Se e gjë. thasë është politikisht. Unë s'bje dakord me këtë gjë. Sepse standardi nuk është respektuar. Nuk bje dakord me këtë gjë. Okej, por standardi. Jam Abilekën të mendoj si Pa tjetër, unë oponent zbëra. Ne banim, duhet kemi edhe unë nuk e mendoj si. Sepse në qovë se unë s'kam argument dhe abuzoj këtu, ka kjo dhe drejt. Por në qovë se unë pyes, dhe s'mjem një i do të përgjigje, unë nuk e mendoj që se Benet Beci është në detyrë, dhe ai është në burg, dhe unë s'po them që t'jetë Benet Beci në burgër. Jo, nëse ka kryer vepër penale në burg, shkruaj ai. Le të rinë dhe në detyrë derisa të gjykohet fajtor. Se akuza nuk e bën fajtor atë. Po standardi është i tillë, që ai është i akuzuar, ky është në hetim, është një proces tjetër, akoma më të mbrapa, njëri është në burg, tjetëri është në detyrë. Pse është ky standard, dy fish? Ose do ishin të dy të lirë, Abileka ikim sepse në këtë pjesë ne kemi 3 momente të rëndësishme. Do kthehemi prapë në emisionin. Jo, s'ka gjë, se ka merak shumë jo. Tani. Se ka merak të Lori Veliaj. Thamë, a duhet të zgjedhë kryetarin, do varet nga vendimi i shkallës 3, Kryet Bashkia e Tiranës. Ndërkohë janë përfolur emrat për kandidatë nga të dyja palët. Nga PS është përfolur me shtumti Blendi Gonxhe, kandidat për, ndërsa nga PD Ilir Ali Mehmeti. Megjithse Belind Kılliçi thotë ne po përpiqemi marrim votat e Belind Kılliçi si të Ali Mehmetit si deputet. Edhe për këtë, domethënë këto mendohet që janë kandidat. Tani ndërkohë një dikush tjetër, kryetari pamundësia, i mundësia më flisni, se pamundësia u agron, u be pamundur. Do njërë vete gjua ku dhe më dhembi, ore. Kupton, nga mundësia që kishit të në gjithë për t'i marrë, votat ju, Partit e Reja, jo vetëm ti, u këthyrën pa mundësi. Por keni mundësin për edicionin që vjen. Tani, nëse ka zgjedhje ju, ta zëmë se gjykata e shkallës 3 ka shumë gjasa, gjykata e lartë, e mban në burg Veliajn dhe tani do të bënë zgjedhje për kryeqytetin ose varja pastaj, po që se është shu, s'ka pse të ketë më zgjedhje në Shqipëri. Ri aty Edi Rama dhe të gjitha detyrat edhe mbyllet.
Por nëse ka zgjedhje ju si do të kandidoni, keni hedhur idenë e një kandidatit për bashkët. Kush mund të jetë ky kandidat? Berisha ishte shumë i habitur me propozimin tuaj për kandidat jo politik. Propozimi im është shumë i thjeshtë dhe nuk ka nevojë edhe për shumë shpjegime në fakt, aq më tepër për një politikan të vjetër si Berisha. Një kandidat jo politik është dikush që nuk vjen nga radhët e një partie politike. Ka patur shembuj të tjerë sa të duash në lidhje me këtë gjë me kandidat jo politik. Ideja është shumë e thjeshtë. Siç po diskutohet dhe aty, është në fakt e çuditshme se si kryetari aktual i Bashkisë Tiranës është në burg dhe ndërkohë nuk është harkuar. Ka shumë gjasa që shumë shpejt ne të kemi zgjedhje të parakohshme për kryetar bashkie në Tiranë dhe duke patur parasysh rezultatet e 11 majit, Edi Rama ka shumë mundësi që një shërbëtor që kishte si Erion Beliaj ta zëvendësoj me një shërbëtor tjetër, cilin do që mund të përzgjedhej, që dhe ju diskutuat aty në studio. Po të shikojmë rezultatet e 11 majit është e qartë. PS-ja ka rreth 49% votave, partia e dytë më e madhe në opozitë që është Partia Demokratike është rreth 32% votave. Pastaj jemi ne pothuajse 6% dhe partitë e tjera me radhë. Tani çfarë mund të bëjmë ne që Edi Rama mos të rifitoj prapë zgjedhjet dhe mos të përzgjedhë kryetarin e Bashkisë Tiranës? Ne mund të bëjmë që shumë të thjeshtë. Të zgjedhim një kandidat jo partijak. Në këtë kuptim mendoj që edhe Sali Berisha e ka shumë të qartë se çfarë dua të them. Ne mund të fitojmë votat jo vetëm të gjitha partive politike opozitare, por edhe ato votat atyre që mase nuk kanë votuar asnjë nga partitë opozitare. Kështu që ky është një shans dhe një mundësi që të mundim Edi Ramën, të heqim Edi Ramës Bashkinë e Tiranës, duke përzgjedhur një kandidat të papërfolur që bën një kontrast të fortë me kandidatët e Erion Beliaj e Edi Ramës dhe që burra tani ta diskutojmë. Unë kam folur, më kam pyetur për emrat, por mendoj që ajo që është më e rëndësishme është profili, janë karakteristikat që ky kandidat duhet të ketë, por e rëndësishme është që mos jetë kandidat i një partie politike, as i partisë më të madhe politike në opozitë si Partia Demokratike, sepse e pam që nëse nuk dalim para votuesve me një kandidat që bën kontrast që tek i cili qytetarët shqiptar besojnë, rezultati ka për të ndryshuar. Qartë. Ndërkohë dhe unë u habita pak me këtë që ishte habitur doktori, sepse ai ka përdorur kandidat pavarur, doktori Grave. Basha. Basha. Jo Basha, mo zotri. Partia Demokratike, po. Po thot për zotin Arlin Kosova. Arlin Kosova. Basha, doktori Grave. 2011. Doktori tani Basha, thot. 2015. Doktori përdorte këta tani, se ti Basha ku ka qenë Basha? Basha kryetar. Basha ishte kryetari i partisë. Zyrtarisht ishte, dakord. Po themi jo, se Basha ka qenë shumë vite zyrtarisht i shkedi. Po, formalisht, të me thënë, informale aty doktori ka qenë. Preç. Po. Ka qenë doktori mu? Bashkë me kanë. Po jo, ishte deputet Alim Kosova. Doktor Alimi. Ishte deputet. Ishte deputet sepse mbas 2000 demokrat, ha? Po pra ishte ministër në 2013 ai. Dhe u fut deputet në Tiranë dhe hoq dorë. Muaj ministër, nëse s'ka bërë. Ishte ministër mbasi u shkëput LSI-ja. Pas tavës. O, Agron tani Agron po kaloj dhe unë me doktorin se ti ai nuk mando zap të varurit, ti thua të bëjt të pavarur tani, se kjo nuk ka shumë, kjo që kërkon ti tani. Nuk është se kërkoj unë tani. A i zmando zap të varurit. Në kushtet, themi një, me gjithë se po flasim kështu, po bëjmë diskutim hipotetik, sepse sa po thamë që nuk dihet që do ndodhi. Këtu mund të ashtë i preç kryetar bashkije, ti je i pavarur gjithmonë o zotri. Po, nëse dim të ndodhë, a do kjesë gjithë tani, i thonë asaj peshku ndet, tiganë në zjarë, po diskutojmë ne, po ideja, nuk është... Mos bënë zhjithë, tu ati. Ideja, jo, po... Gjenë zhjithë nga Shqipëria, fare. Nuk e dim, sepse nuk është shkarkuar Evelia, akoma. Ja, Këtë dretë më këtë dretë. Por ideja është e re, që është e vërtetë. Më thënë, nuk... Ka një për... I qaset pak rasti doktor Kosovës, po jo plëtsisht,
sepse ai kishte konsumuar një angazhim politik, qoftë si deputet, qoftë si ministër, është ide e cila është përdorur në botë, por pra është ide për të marrë në konsiderat, ideja e shehajt. Por ka një problem madh se kriza e opozitës në Shqipëri është kaq e madhe sa është edhe përtej, domethënë, ideve të bukura në një farë mënyrë. Duhet një gjë shumë Për Ali Mehmetin, për shembull, çfarë mendimi ke ti, zoti Agron, për shembull? Tani, për sa i takon... Ali Mehmeti njeri i mirë. Shiko, kandidimi i një figure të rëndësishme në zgjedhje për kryetar bashkie, kryesisht është përdorur në perëndim në pothuajse në gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Kështu që unë mendoj që është një ide e mirë, jo vetëm është ide e mirë se është origjinale se është bërë ndonjëherë, po sepse është vetmja mundësi që kemi për t'i hequr Ramës duart nga Bashkia e Tiranës. Edi Rama kishte një shërbëtor. Edhe një pyetje Klodi dhe ndajmë. Ka një pyetje Klodi? Zoti Shehaj, ne flasim situatë hipotetike sepse zoti Veliaj është në detyrë zyrtarisht, nuk dim çfarë do të ndodhë. Më fal, të lutem. Tani, jeni dakord me mua që kjo është anomali dhe nuk mund të shkojë, nuk mund të vazhdojë në këtë mënyrë? Sigurisht. Nuk ndodh në asnjë vend të botës. Ai duhet të ishte pushuar. Kaluan 3 muaj. Nuk mund të themi tani që hipotetike. Do ishte skandal pavarësisht, më fal. Atëherë, vendimi për shkarkim Erion Veliaj është i vonuar në asnjë vend të botës, flasim për vende demokratike, nuk do ndodhte që ndërkohë që një kryetar bashkie është në burg sepse është në hetim për korrupsion, do i mbajë vendi aty që s'dihet se mos del në një gjykatë se merr vendimin edhe nxjerr nga burgu. Sepse zoti Shehaj, ligji në vetvete është i paqartë në këtë pikë dhe qeveria po e shfrytëzon ose më saktë. Të lutem. Po flet në politikisht. Zoti Shehaj, po më lër pra ta shpjegoj dhe politikisht. Unë po flas politikisht. Unë po flas politikisht. Një kryetar bashkie me këtë hije është një anomali shumë e madhe, Klodi, dhe ai po flet politikisht. Po bie dakord. Jemi okay. Ti je një kryetar partie zotëri dhe ti së pari flet politikisht. Zotit Shehaj, po ka kaluar koha, thotë një njeri që është në burg dhe nuk e drejton. Se tani është me TikTok drejtohet bashkia. Është qesharake. Brenda 4 minutash, 5 minutash, 10 minutash u shkarkua, rasti Shukri Xhelilit po ashtu e tjera me radhë. Jam i qartun për këtë gjë. Por në rasti konkret qeveria po shfrytëzon ose më saktë zoti Rama po shfrytëzon ligjin, stiqjet e ligjit për të qëndruar në këtë situatë. Dhe për rastin e zotit Veliaj, pra. Pra zoti Veliaj po shfrytëzon se Jo, zoti Rama në këtë rast. Zoti Rama në këtë rast, se po të doj zoti Rama e mbledh qeverinë e shkarkon për 1 minutë. Agron, unë them që këtu. Jo, po s'më la pyetjen se kalon. Po e tha pra tani, po ta thash unë në përgjigjen. Është njëri politik. Është interesante pyetja. Atëre, ke përgjigje Agron për zonin Lala? Po se kam marrë pyetje. Në botë... Atëherë, zoti Shehaj, e di çfarë zoti Shehaj më bën përshtypje, ju keni artikuluar një ide për një kandidat i cili të jetë apolitik, të vinë nga ndoshta nga shoqëria civile, nga një profesion e tjera me radhë. A nuk i trembeni fakti që zoti Rama në një farë mënyre mund t'ju kundërpërgjigjet me një kandidaturë po të ngjashme? Pra është përfolur shumë për Blendi Goxhen, që unë personalisht nuk e besoj, se besoj fort që e kanë hedhur në treg për ta djegur si figure tjera me radhë. Pra ky artikulimi juaj shumë përpara në kohë. Pyetjen. A nuk është që zoti Rama për shkak mund t'ju kundërpërgjigjet me të njëjtën figurë, me të njëjtin identikit të kandidatit? Po ban përgjegjësi Agroni. Jo, po nuk po ta Rama bën çfarë do qef. Unë po them. Atëherë, e para, kjo idea në përgjithësi na akuzojnë që nuk jemi gati në kohë. Kjo ka qenë akuza. E i lëm gjëra gjithmonë për moment fundit. Po pra. Tani, unë po bëj një propozim që unë mendoj se mund të ketë, edhe uroj të ketë zgjedhje sa më shpejt për kryetar bashkie. E para, e dyta, se çfarë do bëj Edi Rama do ta bëj, mund ta bëj, edhe nëse e themi tani, edhe nëse e themi 2 javë para zgjedhjeve apo 2 javë para caktimit të kandidatit, kështu që kjo nuk bën diferencë. Ajo që mund të them është kjo, që sido që të jetë, këdo që të zgjedhë Edi Rama, ne kemi mundësinë që të dalim përballë kandidatit të Edi Ramës me një kandidat që mbështesim të gjithë. Kështu që kjo është ajo që bën diferencën.
Ne do të kemi një kandidat të gjithë votuesve opozitar nga një anë, pastaj Edi Rama të vendosi këtë dojë. Ka dy momente këtu që mund t'i interesojnë Ramës nga ky propozim. Pastaj duhet Ky propozim mund t'i interesojë Ramës. Dy momente që mund t'i interesojnë Ramës tash, nuk po paragjykoj, nuk po thënë që propozimi është nxitur nga Rama. Nuk kuptova. Dy momente që mund t'i interesojnë Ramës, po të bëjmë një analizë. E para, Rama në qoftë se opozita do të hynte në zgjedhjet e pjesme lokale, sepse besoj që kjo do bëhet në kuadrin e zgjedhjeve të pjesme, po edhe Bashkia e Tiranës s'ka rëndësi në një zgjedhje, do interesonte shumë për të ndalur kjo kontestimi i zgjedhjeve i kësaj 11 majit që opozita quhen fars. Pra në qoftë se opozita hyn në një betejë të re, 11 maj quhet me mbyllur si diskutim. Dhe Ramës i intereson kjo, që opozita të hyjë aty në ato zgjedhje. Dyta është që unë këtë... Unë nuk di, më falë, unë nuk di që jetë në diskutim vendimi për të hyrë apo në zgjedhje lokale, apo në çfarë do lloj zgjedhje. Jo, mund ta bëj opozita e Berishës që hyn në zgjedhje të pjesme lokale. Kuptoj, po ne provuam një pasyrje në zgjedhje. Atëherë opozita duhet të shpallet fasadë. Po dhe Abileka i dhe te ju çalon kjo. Me këtë logjikë argumente, di pse çalon. Ky çalon. Sepse ja pse çalon te. Ky çalon, po më bëj agonçenje. Çalon shumë sepse këta shkojnë në zgjedhje, nuk pyesin fare për Sali Berishën. Dhe ajo vazhdon të zvoglohet si parti. Këta se quajnë me përmasat e atashme që ka marrë zvoglimin. Me logjikën e farsës, s'do shkojnë zgjedhje kur? S'do shkojnë. Asnjëherë, mo. Jo, me Ramën jo. Tjetër, e para ishtë farsa, e dyta? Dhe e dyta në qoftë se... E dyta dhe t'i ikim nga këtu. Ka ndodhë njëherë kjo. S'ka këshu këtu. E dyta dhe t'i ikim, ju lutem. Ka ndodhë njëherë kjo. Diskutojmë pastaj po deshe. Ka ndodhë. Në qoftë se ne flasim për një betej të heshtur mes Ramës dhe Veliajt, ku Rama ka ndikuar që Veliajt futet burget e tjera, i bie që shpallja e zgjedhjeve, ose nevoja për zgjedhje, ose presioni për të bërë zgjedhjet parakoshme në Tiranë, t'i vi për mbështat Ramës për shkarkuar sa më shpejt Veliajin për shkak të presionit që bën opozita. Pra në të dy rastet, duket sikur Ramës i intereson propozimi. Dhe mund të keqej kjo ideja që... Sigur, s'ka se... Aja është një propozim, pastaj diskutojmë. Ose jemi dakord. Ose jemi dakord dhe përdorim logjikën, ose secili nga ne mund të thuaj... Agroni ka partinë e vetore. Mund të diskutoj fare që ka një marrëdhënie se... Shiko, opozita ka një problem. Nuk po e paragjykoj. Jo, një sekond, mund t'i përgjigjem opozita plurale... Jo, të kthej përgjigjen dhe t'i ikim. Po kemi disa pika tjera të cilët mua më mbeten. Se kam njerëz të tjerë që ndojnë lidhje dhe janë në kontinent tjetër. Kontinenti tjetër tani atje është ora 2, 3 mëngjes. Është ora 3. Tani dhe ai nuk pret të tjetë. Në lidhje me dy pyetje, qëndrimet apo analizën që u bë. E para, mua nuk më duket sikur Edi Rama është në vështirësi, sepse i duhet një shkak edhe një arsye për të shkarkuar Erion Veliajin. Edi Rama ka treguar që i ka shkarkuar, siç u tha dhe më parë, dhe në brenda ditës. Si bëri me ish kryetarin e Bashkisë Kukësit. Kështu që nuk i duhet absolutisht arsye. Përkundrazi, ai është në kushtet që duhet të justifikojë pse nuk i ka shkarkuar akoma, dhe pse nuk ka shpallur akoma zgjedhjet e parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Për sa i takon pastaj mundësisë për mos pjesëmarrje në zgjedhje. Tani ne e shikojmë në mënyrë të rëndomë se si ka momente ku të gjithë bërtasin ose një pjesë tonë skandalizohen edhe me të drejtë, se sigurisht të zgjedhje nuk ka... Agroni jemi në limite, O Ylli, po ta mbaroj dy fjalë. Mbaroj pra. Po si? Jemi okej, po... Tani, të gjithë ata që deri, kur unë mendoj që gabimi më i madh që kemi ka patur dy gabime që ka bërë opozita dhe këte e din të gjithë dhe janë gjithë dakord. Ka qenë ndjekja e mandateve dhe gabimi i dytë më i rënd ka qenë mos pjesëmarrja në zgjedhje. Tani gjithë ata që kanë qenë partizan të flak të dyre qëndrimeve pastaj u zhdukën. Dhe tani jemi në një moment tjetër që kanë filluar diskutime, jo do futemi në zgjedhje. Kam dyshime të mëdhaja nëse do vendosin të futen apo mos futen në zgjedhje, po besoj se u bë njëra i gabime dhe nuk ka për të ndodhur më. Agron, falenderoj shumë. E në të jemi në studio, se
Se tani ju mos mbero zgjedhjet dhe rini vera të gjitha, deti jashtë, duhet njeriu të jetë në atë dherë, të punoj për të ndërtuar vendin. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Faleminderit juve. Kush është ministri që po jeton SPAK? Në përgjigjen pas një kërkese për informacion, SPAK-u ka pranuar se një ministër në qeverinë Rama është aktualisht në hetim. Zonja Lara, kush është ky ministër tani se? Jo, kam përshtypjen se ka një lapsus aty tek njoftim ose raportim. SPAK-u ka një libër për transparencën që publikon të gjitha përgjigjet zyrtare që dërgon në adresë të institucioneve të ndryshme, të mediave të ndryshme dhe në rastin konkret, unë e kam biseduar dhe me Antonin, rasti që është bërë publik ka të bëjë me zotin Ahmetaj, që në kohën që ka nisur hetimi, ka qenë ministër në detyrë dhe më pas ju e dini se si shkoi çështja dhe sot është... Është Mari Pandeur, është rast tjetër. Po ju shpjegoj. Në kohën që ka nisur hetimi, ka qenë në cilësinë e ministrit, pra në atë pozicion ka nisur hetimi. Por sigurisht që SPAK, në djenin dhe informacionet që unë kam, patjetër që ka persona ose ministra aktual të cilët janë në hetim për vepra të ndryshme penale, por zyrtarisht SPAK nuk e bërë me dije këtë informacion. Pra rasti që është bërë publik i referohet zotit Ahmetaj tek libri i transparencës. Pavarësisht se zoti Ahmetaj më pas është ish ministër, ish zëvendës kryeministër, sot është Mari Pandeur e tjera me radhë. Pra ka patur disa funksione. Por në informacionet që kam, po ka edhe ministra aktual të cilët janë nën hetim nga ana e SPAK edhe që patjetër duhen pritur pastaj rezultatet konkrete. Ministër që i kanë shkruar emrin që po jetojnë apo çështje e cila ka të bëjë me një ministër, se këtu ndaj. Atëherë, ja, po ju a shpjegoj. Është një çështje e dërguar nga Prokuroria e Tiranës në adresë të prokurorisë posaçme me kompetencë. Pra ideja është që ka të bëjë me zotin Mazniku, Arbian Mazniku. Pra po jetohet Arbian Mazniku. Ja, po ju a shpjegoj, për ta sqaruar për opinionin publik që të mos ketë konfuzion. Belind Këlliqi në 2023 kur kandidonte për Bashkinë e Tiranës, denoncoj në atë kohë publikisht një rrugë e cila unë ishte ndërtuar, por nga ana tjetër nuk ekzistonte tender i rrugës. Dhe ky tender, sipas të dhënave që janë në dosjen hetimore, u zhvillua pasi asfalti ishte shtruar dhe puna ishte kryer nga ana e bashkisë. Në atë kohë, zoti Këlliqi denoncoi kryetarin e bashkisë së Tiranës, zotin Veliaj, cilin e kishte si kandidat rival dhe që rezultoi zoti Veliaj fitues në përballjen mes tyre. Prokuroria e Tiranës konstatoi që zoti Veliaj nuk kishte personi që mund të merren në përgjegjësi penale sepse e kishte deleguar firmën dhe autoritet kontraktor. Në rastin konkret, rezultonte Arbian Mazniku, i cili ishte nënkryetar i Bashkisë së Tiranës, por nuk kishte kompetencë SPAK në atë kohë. Dhe Prokuroria e Tiranës ishte duke kryer veprime hetimore për këtë çështje, ndërkohë që zoti Mazniku emërohet ministër. Në momentin që një person merr një cilësi të ndryshme nga ajo që ka patur, pra zoti Mazniku u emërua ministër, Prokuroria e Tiranës çfarë bëri? E thiri zoti Mazniku dhe ne kemi diskutuar në studion e zotit Rakipi, e thiri dhe e pyeti diku 3 ose 4 javë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, sepse ashtu përkonte koha për shkak të ecurisë të kalimit të çështjes nga njëra prokurori tek tjetra, dhe ditën e sotme zyrtarisht Prokuroria e Tiranës më ka konfirmuar faktin që zoti Mazniku është person nën hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, dhe kjo dosje është kaluar për kompetencë zyrtare prokurorisë së posaçme, e cila sipas ligjit, pasi e merr këtë dosje nga ana e prokurorisë Tiranës, dhe dosja ka kaluar diku mes datës 15-20 maj në SPAK, e regjistron atë si person nën hetim dhe kryen veprime mbi bazën e të dhënave që i ka dërguar Prokuroria e Tiranës fillimisht. Dhe më pas, Prokuroria, nëse konstaton gjatë rrugës prova të dhëna apo indicje të tjera që mund ta ngarkojnë me përgjegjësi zotin Mazniku, e shtrin hetimin edhe më tej në raport me të. Pra nuk kufizohet vetëm në këtë material që i ka dërguar Prokuroria. Po heton më shumë se... Patjetër, e ka detyrim ligjor, pra nëse konstaton rrugës që dalin të dhëna të tjera, apo ka të dhëna të tjera nga dosje hetimore që ka aktualisht Prokuroria, i grupon në një të vetme dhe vijon hetimin. A ka patur ko Prokuroria që e posaçme që ky hetim të ketë ecur, është shumë shpejt në kohë, sepse ju thash, është dërguar mes datës 15-20 maj nga Prokuroria e Tiranës
në adres të prokurorisë së posaçme. Prokuroria e posaçme mund ta pushoj, mund të shpallë mos kompetencë sërish, mund të hetoj edhe të gjejë të dhëna të tjera. Unë nuk jam në gjendje të jap përgjigje për një çështje që është aktualisht në proces. Por fakti është që Prokuroria e Tiranës ja ka dërguar Arbian Maznikun si person nën hetim për 2 veprat penale që citova më lart, shpërdorimit e detyrës dhe shkelje e barazisë në tendera. A mund të ndodhë që Prokuroria e posaçme ta konstatojë këtë gjë dhe të ngrejë akuzën e zotit Mazniku, ta shtrihë edhe më tej hetimin? Kjo pastaj është një çështje që është duke vijuar dhe që sigurisht unë nuk jam në gjendje të jap një përgjigje të prerë se si do të jetë rezultati. Por ama, fakt është dhe më është konfirmuar ditën e sotme nga zyrtarët e Prokurorisë Tiranës që po dosja është kaluar për kompetencë. Është kaluar për kompetencë. To që bën ato TikToket mos kanë lidhur me lidhjen me Maznikun thua, jo. Unë thash dyshojnë vërtetësinë e tyre dhe për sa kohë dyshoj, pavarësisht se zoti Velie ka treguar që ka qenë shumë i ashpër, shumë agresiv ndaj zyrtarëve të prokurorisë, ndaj prokurorëve, ndaj hetuesve të BKH-s, ka pas një gjuhë papërshtatshme sipas këndvështrimit tim dhe një sulm të panevojshëm, që ndoshta është edhe ndër arsyet kryesore që zoti Velie po penalizohet shumë më tepër, sepse gjuha që zoti Velie ka përdorur ndaj njerëzve të drejtësisë, ju e dini, është e paprecedent, është përgjuar në burg, s'dua t'i kthehemi të njëjtave fakte që ne kemi thënë dhe raportuar, por në paktën ato TikToket unë dyshoj. Besoj që zoti Veliaj patjetër që ka një strategji të mbrojtjes, por në raport me më herët duket sikur është tërhequr një hap. A mund të ketë një plan B për të goditur ata që ai konsideron ose i dyshon si Nesti Angoni? Patjetër që ai mund ta ketë, por unë prandaj e shikoj ditë pas dite çështjen dhe prandaj e pres me shumë interes seancën e ditës së nesërme, se unë nuk di çfarë ka Olzdado dhe Altin Dumani aty tek Asi nën Mëng, edhe mund të nxjerrë një gjë që ne mund të ngelemi thjesht të surprizuar në përgjime që ato kanë bërë, në vëzhgime që ato kanë bërë, në kontrollet e reja që kanë bërë, në marrjet në pyetje nuk është e thënë që të gjë, sepse mund të kërkojnë zgjatje afati për absolutisht, mund të kërkojnë edhe Ilir Metës ka 8 muaj që nuk i çojnë një provë të re dhe thjesht e mbajnë atje. Unë prandaj thash Tela që e pres me shumë interes. Ata mund mos kenë asgjë, por mund të kenë edhe një as nën mëng që ne nuk e dim edhe që mund të ndryshojë tërësisht rrjedhën e ngjarjes. Kështu që në këtë aspekt ndaj shikoj si një seancë shumë interesante dhe vendimtare. Kështu që sa i përket ministrit, unë kaq kisha për të thënë në raport me këtë. A mund të ketë të tjerë ministra në hetim dhe SPAK i ka në diskrecion të plot dhe në sekret të plot? Mund të ekzistojë dhe kjo, sepse aty ka pafundësisht çështje dhe duhet keni parasysh një gjë, me këtë fjali do ta mbyll, nga sekuestrimi i këtyre celularëve po ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Për shembull, Benet Beci shkoi në Grack, ju e dini, ta kam deklaruar në këtë studio, nga telefoni gruas së Evis Berberit, ish drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar. Nga disa biseda aty u hap një çështje dhe sot zoti Beci është i pandehur. Mund të kemi shumë të tjerë nga një tjetër telefon që mund të sekuestruar, që mund të shkojë nesër i pandehur. Do një fjali kemi për këtë rastin folet Tela. Bilega? Kjo e kësaj PSD-s në fakt rrugës, unë mbajmë, mos do të emri rrugës tani, mbajmë në ngjarje. Rrugat e Kino Studio. Në studio, po emri rrugës Është i lidhur Mazniku me këtë? Mazniku nuk i takon ato, sepse ajo është varet nga drejtoria e infrastrukturës që ishte vetë ky. Ajo ka qenë, është e PSD-s kjo gjëja. Pra, domethënë para zgjedhjeve shkoi Rën Velia me gjithë makineritë dhe thanë po shtrojmë këtë rrugën. Ndërkohë që nuk ishte bë tenderi. Nuk ishte bë tenderi. Dhe tenderi u bë më vonë, u shpall kompania fituese që kishte lidhje me PSD-n, por autoritet kontraktor, mos i Veliaj ka qenë. si autoritet kontraktor, kishte deleguar firmën te Mazniku. Mazniku, ose Mazniku s'bën tender, don Veliaj autoritet kontraktor, ka deleguar firmën Maznikut. Dhe kjo s'besoj se bën vepër penale, po ta marrë si... Jo, nëse ka hedhur firmën, nuk ka aty më këmbës ose jo. Nëse ke hedhur firmën sotri për një tender që rruga është shtruar e tenderi së është bërë, është vepër e pastër. Megjithatë ato të presim hetimin. Hetohesh, tenderi është bërë, më duket tenderi. Pra, o anullua, nuk e di si u ndodhi. Është thjesht hetim, sepse ai nuk ka marrë pjesë fare në procedurë. Është deleguar firma për një çështje që ai se një fare, që e varet nga kryetari i bashkisë. Po padjenia nuk të shkarkon nga përgjegjësia penale. Përgjegjësinë praktikisht e ka ky drejtori që është në burg në firë, që e ka se harroi emrin ti drejtorit të rrugëve që ka pas të infrastrukturës bashkia. Gjithsesi, kjo çështje e Maznikut, ashtu si çështje e shumë ministrave të cilët kanë dosje në SPAK,
Janë çështje të hapura. Ja, për shembull, kemi tani Tërmet Peçin që i kanë shkuar, kanë pasisur në zyrë. Në BK-ja me Spakun. Dhe çështje të hapura ka shumë. Qartë. Hetime ka shumë nga këta. Ka kallëzime. Problemi është kush ka premisat që të shkojnë deri në fund të bëhet një çfarë penal. Hetime gjëra kështu thuaj sa dosh. Dosje shumë aty që me Gazmeti ka paraqitur gjithë ato një padi për Belinda Ballukun, apo hetohet, apo s'po hetohet, ai kallëzim bëses të do hetohet. Po të gjithë ministrat kanë nga i padi, aty. Po them. Ka plot hetime për çështje. Grupe interesi kanë shuar për çdo. Por nuk hetimi fillon. Kjo e një inflacion e tim pastaj. Nominalisht i thua po hetohen gjithë ministrat, hetimi është kur regjistrohet emri dhe fiton shpallët inflacioni, si ç'është inflacioni i lirisë. Se ne preç në këto 30 ca vjet, inflacioni i lirisë na vrau. Na ka vrarë më shumë. A thu? Po. Duke përtypim dot pra. Edhe kemi përtypur një gjë tjetër, inflacioni i madh. S'dim ta përdorim fare. Inflacioni i lirisë ne na ka bërë copa. Na doli tepër thu. Tani Benet Beci i pandehur. Pse? Është mësuar, zonja Lala, që Benet Beci është marrë i pandehur për shkelje të barazisë në tendera. Kur ka ndodhur kjo dhe përse nuk është raportuar më parë, sepse ka akuza që nuk është raportuar për shkak të zgjedhjeve. Kështu thot PD-ja. Sepse ky është problemi i madh. Zoti Rakipi, ata kthejnë pak shiritin mbrapsht, është raportuar me detaje në studion tuaj, që në muajin nëntor të 2024 së shmazot. Po unë ta kam shpjeguar me detaje që në telefonin e gruas e Evis Berberit janë gjetur komunikime, që zoti Beci po hetohet për funksione jo si kryetari i Bashkisë së Shkodrës, që ka një tender që ka të bëjë me zhvillimin e sektorit energjetik. Pra, do më thonë, PD-ja zgjohet nga gjumi pas 7 muajsh apo 8 muajsh edhe thot jo, po nuk është raportuar. Media e ka raportuar që zoti Beci, ajo çfarë pretendonte për këtë gjë. Lidhje me çfarë? Pretendonte faktin që prokurori kishte kërkuar zgjatjet hetimeve. Po, këtu pastaj po. Ky fakt nuk ishte bërë publik si çdo fakt tjetër. Jo, zgjatja e hetimeve nuk bëhet publike. Po, para 3 ditësh, 4 ditësh u bë publike zgjatja e hetimeve. E bëri avokati i tij, i cili doli dhe foli publikisht dhe tha që... Po pra, e tha publikisht, sepse avokati tha, unë do ta kundërshtoj... që për zotin Beci, nuk u bë publike fakti që... Sepse zoti Beci nuk e ka kundërshtuar në gjykat faktin e zgjatjes hetimeve. Zoti Beci është pajtuar me sa duket me atë gjë. A duhet të flasim ne për standardet? Hajde diskutojmë, sepse për mua në këndvështrimin tim, nëse një kryetar bashkie shkon në akuzë zyrtare, në këndvështrimin tim duhet minimalisht vetë të mos jetë në detyrë. Pra vetë personet. Pra këtë gjë, por që nuk është raportuar, kjo nuk qëndron. Po të thoshtë edhe në toni pak më përpara, pra pse nuk zbatohet e njëjti standard. Pra janë 2 kryetar bashkie, pse njëri në burg me ja ka standard difficil te kisha si pyetje unë. Sepse rastin e zotit Veliaj ke korrupsion, dyshime për korrupsion dhe për pastrim parash, ndërkohë në rastin e zotit Beci ke shkelje të barazisë në tendera dhe koha ka treguar ose praktika ka treguar që për të njëjtën vepër penale janë dhe të tjerë. Edhe lloji veprës penale, duke ditur fabulën, nuk mund të kufizohet thjesht ajo shkelja e barazisë në tendera. Mirë, patjetër, por edhe në raste të tjera Spaku këtë qëndrim ka mbajtur, se për shkelje të barazisë në tendera, edhe ajo ka shkelje barazisë në tendera, nuk është ankuar në kompani atje që na shkelje drejtë. Po, Tela, po, tani nëse flasim për standardet, zoti Meta, që është për të njëjtat akuza si zoti Veliaj, korrupsion dhe pastrim parash, është në arrest me burg. Zoti Veliaj është i dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash është në arrest në burg. Nga ana tjetër kemi Plaren Drecën, është për shkelje të barazisë në tendera, por është duke u hetuar dhe gjykuar në gjendje të lirë, pra është hetuar dhe gjykuar në gjendje të lirë. E njëjta situatë ka ndodhur me Benet Becin. A duhet kishte çështja e Benet Becit një interes më të lartë publik? Po, duhet kishte, si nga media ashtu dhe nga opozita, sepse praktikisht ishte njëri i cili ka drejtuar gjithë fushatën në qarkun e Shkodrës. Po këtë debat ta bëj me veten Partia Demokratike, jo me median. Media ka raportuar gjatë gjithë kohës në mënyrë korrekte. Tani çështja është, a ka, të lutem, a shkojmë ne, jo, te argumenti po qëndroj pra. Po e heq pra, po thash e saksova. Argumenti është që është bërë një tender dhe janë shkelur drejtat e kompanisë humse, apo argumenti është që
drejtori i rrugëve bashkë me të shoqën e vet komunikonin me Benet Becin, drejtor të Keshit, dhe i thonin do bëjmë një tender që do bëj 800 euro, 800.000 euro, 400 t'i marrin ata profesorët e Avardit, këtë pjesën tjetër ta marrim ne që jemi pa shkollë. Kjo tash, kjo është shkelje barazis në tendera? Jo, nuk është shkelje barazis në tendera. Prandaj prokurorët e kanë shtyrë hetimin dhe mbi gjitha u gjet ky pasazhi i SMS-s për të hapur, por ndërkohë KLSH-ja përpara kishte bërë denoncimin dhe ajo në raport. Edhe thoshte Keshi ka bërë një tender dhe ka kërkuar zhvillimin e strategjisë energjetike, ndërkohë që e ka bërë qeveria shqiptare një vit përpara. Kështu që gjithë këto parat harxohen kot, sepse ata që e bën këtë zhvillim strategjisë u bazuan në ca materiale interneti, u bazuan në strategjinë e qeverisë shqiptare që kishte bërë me donacion të USAID-it, dhe këta harxuan 800.000 euro dhe i ndanë me njëri tjetrin. Sikur se keni lexuar, ju e kam lexuar dhe unë. Problemi është që kur ti lexon që ai po hetohet për një akuzë që ka të bëjë për shkeljet barazisë tjetër, ti kupton që nuk janë gjërat ashtu siç duket. Ose si duhet jenë. Por ne nuk e dim pjesën tjetër se si po vijon. Ne lexojmë akuzën atje. Por ne nuk e dim fare pjesën tjetër. Prokurori që kërkonte zgjatjen atimeve me këtë akuzë do konte. Ashtu që nuk e dim pse ky në gjendje të lirë dhe pse ai në burg. Ka këtë zdim në? Jo, kjo është shumë e thjeshtë, se njëri ka disa akuzat të rënda, tjetri ka një akuzë më të lehtë. Asë edhe Abileka, edhe Tela nuk janë antarë të Partisë Demokratike. Por këtë dyshim, e kam edhe unë atë dyshim. Jo, e kanë se dhe unë po e ngrej. Standart të dyfisht. Të lutem, dhe unë po e ngrej. Por po të them që në rastin e zotit Beci, lajmi është raportuar korrekt dhe është raportuar në të gjitha etapat. Problemi është, të lutem, nga media pra nga media. Se ky ishte diskutimi, se s'është raportuar. Tani, problemi është që 300.000 euro do i marrim ne analfabetët. Në 2 klasë shkollë. Po më shpo, jam shumë dakord. Tani, në rastin e zotit Beci, a duhet të ketë hetime më të thelluara dhe të shkoj shumë gjërgjëja dhe të hetohet, sepse zoti Beci ka mbajtur pozicione shumë të rëndësishme në Kesh, në Fondi Shqiptar Zhvillimit e tjera me radhë. Pa provat në këtë rast, ka? A rrezik të helmojnë provat? Po, për mua po. Për mua po. Nëse prokurori ka gabuar, ka gjukat, ja kthej çështjen, ti sugjeroj gjukat si paraprak, siç ka bërë në rastet e tjera, për hetimet më teshme. Po kush e tha që nuk ka, po bëja sqarimin me zotit Veliaj dhe zotit Beci, për shkak të akuzave që ato kanë. Pastaj, a ka hetuar si duhet? Patjetër që ka plot pikpyetje në rastin e zotit Beci. Por që është një çështje që është duke vijuar. Dhe ne ndaj jemi këtu për të parë pjesët që sipas nesh nuk shkojnë, por rastet nuk janë të ngjashme. Këto po bëja sqarimin mes dy rasteve që ju po merrni si analogji. Për para bëhet fjalë. Po pra po, zoti Tela, po ka dy akuza të ndryshme. E kupton, janë dy akuza tërësisht të ndryshme nga njëra tjetra dhe dy subjekte tërësisht të ndryshme nga njëri tjetri. Këto po përpiqem të sqaroj. A duhet spak të thelloj hetimin ndaj Benet Becit? Bie plotësisht dakord. Benet Beci thash, nuk e ka marrë vëmendjen e duhur për shkak se pjesa më e madhe e veprimeve ka ndodhur gjatë fushatës elektorale dhe palët politike dhe media ka qenë shumë e fokusuar me sa duket tek pjesa politike, jo tek pjesa që ka të bëjë me çështjet e hetimeve tjera me radhë. Jo hetime zgjedhore e ku di unë. Kështu që çështja e Benet Becit është një çështje e cila patjetër do një vëmendje të shtuar dhe do një vëmendje të shtuar edhe nga gjykatësi paraprak për të parë është shkuar si duhet, çfarë nuk shkon në këtë çështje, cilat janë fakte që nuk janë hetuar, ku mund të hetohet me teje tjera me radhë. Kjo është procedurë e gjitha, ne s'po flasim për çfarë procedure kanë ndjek, ne po flasim për situatën, pra ndodheshin para zgjedhjeve, një kryetar bashkie që ishte drejtuesi politik i një qarku shumë të rëndësishëm, vazhdonte punën e tij pa hyrë gjë mbi këmbë, ndërkohë që çështja bën fjalë për shumë më tepër se sa shkelje barazisë në tendera, për këtë po themi. Okej, ikim nga ky moment dhe vim të ana tjetër e medaljes, që është shenjit e gje. Por, nxitem edhe më tej për të thënë që dyshimet për standarde dyfisht, Meta në burg, Berisha në gjyq. Pra, Ilir Meta kërkon tani zvendësim të masës. Ç'është kërkesa dhe ku e bazon mbrojtja e Metës këtë kërkesë, zonja Lala? Kjo është herë e parë që zoti Meta, nëse jam e qartë se s'dua të gaboj, që bën kërkesë për zvendësim masë e sigurie, zoti Meta është marrë zyrtarisht i pandehur nga ana e prokurorisë posaçme bashkë me ish bashkëshorten e tij, deputetën e Partisë Lirisë,
zonjën Monika Kryemadhi. Unë e kam raportuar në fakt dhe më herët, me sa duket, ose të paktën kështu e kam kuptuar unë procedurialisht, duke qenë se një nga veprat për cilat akuzohet zoti Meta ishte në prag të parashkrimit, kjo kam përshtypjen në një farë mënyrë i nxitoi dhe prokurorët që të komunikonin cilësinë e tij si i pandehur. Avokati i tij Kujtim Cakrani, që është një avokat i hyrishtas në çështje, sepse më herët zoti Meta është mbrojtur nga avokat Genzio Kutaj, unë kam disponuar kërkesën që ai ka paraqitur përpara gjykatës së posaçme, ndër të tjera përdor dy argumenta. Argumenti i parë thotë që gjatë qëndrimit 8 mujor në paraburgim, zoti Meta, ose më saktë prokuroria e posaçme duhet ta kishte informuar gjykatën për veprimet e kryera në të paktën 4 seanca, pra ata që konsiderohen si seancat informuese 2 mujore, gjë cilën nuk e ka bërë, dhe zoti Cakrani, bazuar në kodin e procedurës penale dhe në kodin penal, e konsideron këtë shkelje dhe sipas tij e lexon si një mungesë provash dhe faktesh ndaj zotit Meta. Dhe momenti i dytë, ja kam vënë dispozicion edhe stafit tuaj, po për qenë korrekte se si arsyeton ai seancën, ose më saktë kërkesën, sepse pastaj seanca varet se si do të shkojë, ka të bëjë pikërisht me faktin që thotë përveç se zoti Meta e ka prezumuar si një shkelje e të drejtave të tij dhe që nuk ka pasur të dhëna, ai thotë edhe një moment tjetër që është pjesa e dytë. Gjatë periudhës 8 mujore të hetimit dhe qëndrimit të mas shtrëngues të arrestit me burg, kërkuesi shteti Ilir Meta ka qenë dispozicion, thot avokati, të organit të akuzës, ka pritur qetësisht pyetje dhe të jepte shpjegime rreth hetimeve, por edhe për të kryer qoftë edhe ballafaqime në funksion të zbardhjes së ngjarjeve që organi i akuzës i cilëson si kriminale. Por thot, nga ana e organit të akuzës, për gjatë këtyre muajve pretendon avokati nuk ka patur asnjë veprim që ka ngre dyshime sipas tij që arrestimi ka patur prapavi politike. Kështu që duke qenë se do të shkoj tek pika konkrete, ndalet më pas tek disa raste të ngjashme, siç është rasti i zotit Thomas Gëllçi, është përdorur vendimi i Strasburgut për këtë, domethënë si argument shtesë. Kërkon shuarjen e masës së sigurisë ose në alternativë zëvendësimin e masës së sigurisë për ish-presidentin e Republikës, zoti Ilir Meta, sepse thotë që në praktikën gjyqësore për të mbajtur në paraburgim një nga liderësit që konsideron ai të opozitës, pra numri 2 opozitës sipas zotit Cakrani, duhet të shikohet, pra të zëvendësohet masa e sigurisë. Pra në 2 momentet, një që zoti Meta nuk i është shmangur hetimit dhe 2 që prokuroria ka gabuar duke mos e informuar gjykatën sipas procedurës për gjatë 4 seancave, gjë të cilën sipas tij thotë që nuk e justifikojnë më qëndrimin e zotit Metaj në paraburgim. Do duhet presim se çfarë do të ndodhë në rastin konkret. Jo ndonjë gjë e çuditshme. Pa gjasa tani si mendoni që të lirohet Ilir Meta? Kjo shtyrje e pafundme e hetimit njerë duke mbajtur në arrest në burg, është shumë paragjykuese për procesin rreth parë. Domethënë, e ke futur ke një vit në burg, pas një viti thua prit se s'kam prova të mjaftueshme, do jetoj edhe një çik tani që të gjej edhe provat e mjaftueshme, pastaj edhe në gjykat. E shton edhe ca muaj. Po mirë, këto muajt edhe vitet e burgut që ky bën a priori, kur si bëhet nëse deri pa fajshëm? T'japin lekë. Ose gjykat, ose prokurori e ka vendosur që ky do shpallet i fajshëm. S'ka nevojë të përpara në këtë rast. Do shpallet fajshëm këtë se kështu ka vendosur prokurori dhe ai është i sigurt që do të dënohet, ose ne do paguajmë pastaj për dëshpërblim për muajt e vitet e burgut të kujdo, mos jo vetëm të Ilir Metës. Kështu që kjo është të paragjykosh për vendimin e gjykatës. Që gjykata do marrë vendim për ta dënuar dhe ata po e mbajnë tani sepse e dinë do dënohet dhe nuk ka problem fare se shtyhen afatet. Ndryshe nuk ka asnjë arsye pse të mos e ndjekësh në gjendje të lirë ose në masa të tjera të më të lehta. Pret ti ç'kupton nga kjo se. Nga kjo kuptoj këtë gjë që unë kam këtë pikë. Çfarë do të kuptosh këtu? Paraburgimi i zgjatur, domethënë ngre pikpyetje për hetimin gjithmonë. Ka afate. Ne kemi rastin skandaloz të Hashim Thaqit me gjithë këta luftarët UÇK-s që mbahen në burg pa vendim gjykate, të mbash njerëzit në burg pa vendim gjykate është presidenti duhet të ketë një lartë i Amerikës, si thua ti,
Nga ky u fut në burg këta që shkret dhe tani ai tha unë zgjidha problemin e Kosovës. Duhet ketë arsye shumë të forta që të mbahen në gjendje para burgimi, mendimi im, njerëzit që arrestohen. Për shembull, krimin flagrant, patjetër që do mbash, ose kur ka dyshime të forta dhe të bazuara se personi mund të prish hetimet, patjetër që do mbash. Po sigurisht. Ose mund të influencojë dëshmitarët e tjerë që është argumenti në fakt që përdoren për Hashim Thaqin për shtetprudha, mund ta mbash, por kështu që e marrim një herë, pastaj të gjejmë provat, kjo është cinike, është cinike për mendimin tim. E mbambu 4 vjetë Është cinike. Unë them që kjo gjë duhet riparohet. Masa arrestit me burg duhet përdorë vetëm për raste shumë të përligjur. Nuk ka anësi statura e politikanit që më përfshihet në këtë lloj hetimi. Ai kur se në fund të herës do flas gjykata, nuk duhet shqetësohet kush se nuk do gjykohet vepra penale e hetuar ose akuza hetuar. Se në fund është gjykata, drejtësinë e bën gjykata, gjitha tjerët janë para gjykatë. Edhe vetë spaku, edhe vetë hetimi, nuk është drejtësi. Akoma. Në drejtësi bën vetëm gjykata, ajo është pala e tretë. Nga kjo pikpamje, unë them që këtu kërcet diçka. Më thënë, unë jam një mbështetës i spakut, ju e dini vazhdimisht, por sigurisht që kur shikoj raste të tilla që kërkohet shtyrje e afatit të hetimeve kur e ke pas gjithkohën aty, kjo kërkon një argumentim shumë të fortë. Nuk mund të bëhet me një tren të kalemi, si me thënë. Dhe ato prokurorë që nuk arrin të zbatojnë, si me thënë, afatet e hetimit, sigurisht që ato marrin një notë jo kaluese në profesionin e tyre, në punën e tyre. Gjykat, paktën. Qartë. Që për te këtyre argumenteve populiste që politikanët në burg, të shojmë atje në burg, e tjera, edhe në këtë rast, ne e dim shumë mirë se u bëm tash specialist kësaj historie me këto 3-4 vitet që shohim politikanët para dyreve drejtësisë. Domethënë Ilir Meta që të rinë burg do duhet të ketë plan të arratiset. Do dojë të arratiset Ilir Meta? Unë besoj se jo. Tjetra do duhet të intimidoj dëshmitarët apo të prish provat. Ka gjasa ta bëj këtë gjë, ndoshta ka. Por kjo është një argument. I tjetri është që do dhe argumenti i tretë është që do e përsërisë prapë njëjtën vepër penale. Ka mundësi ai ta përsërisë prapë njëjtën vepër penale? S'ka pushtet. Pra duhet i kesh këto 3 argumente bashkë njëri me tjetrin, të lidhura bashkë, që ta mbash tjetrin në burg. Dhe dyta ka rëndën, sepse pasi viti në burg, dëshmitarët kanë janë pyetur. Po duhet i plotësosh të 3 kriteret bashkë, pra të lidhen këto me njëri tjetrin, të jenë të 3 të forta që ti ta mbash tjetrin në burg, se po e mban në burg. Edhe njëri plotësonte, dakord, po tani iku në burg. Asnjëri nga këto pra. Nëse për shumë flasim për çështjen e kësaj të Çezit, si e ka Çez Dias. Çez Dias. Nëse flasim për atë zotrin që ishte në burg, që dori nga burgu, mund nëse kishte frikë se Meta i bënte presion dëshmitarit, spaku mund ta kishte 100 herë prokurori atë, BKE-ja, ta kishin pyetur, ta kishin një vit, ka kohë për të gjitha. Okej, kjo. Kesa për lirimet. Pra, se ka bërë të tani, çfarë do bëjë? Do bëjë këto muaj që mbet? Metës, sa mund të vazhdoj? Është rrugë e gjatë, sepse në tetor pritet të përfundojnë hetime, dërgimi në gjyq, seanca paraprake. Shumë e gjatë, sepse në filla raste, domethënë, ne ndoqim këtë procedurë me zoti Berisha, pra kemi ardhur deri te ky momenti që duhet nisë seanca e parë në fund qershorit, por duke qenë se ai është një gjyq i hapur, ai mund zgjas dhe me vite. Si me vite? Po me vite, pra sepse do kërkohen të realizohen provat, merren dëshmitarët. Po, edhe i zotit Meta mund të njekë njëjtën procedurë. Pra të kërkojë gjyqtari para prag të vendosë do të çojë për gjykim apo jo. Zoti Meta të kërkojë një proces të hapur, pra që të gjithë të dëgjojnë. Po thua që doktori mund të jetë gjithë jetën në gjyq. Po pak a shumë siç po ndodh. Zoti Mediu ka një 2 vjet ka një 2 vjet që është atje në SPAK në proces Mediu. Sepse është gjyq i hapur. Mediu vazhdon, ëh? Po, ka një gjithmonë ka një tak. Mediu nga gjyqi në Amerikë, nga Amerika në gjyq. Vazhdon. Sepse drejtësia... Tako botën e madhe ande, hajde në gjyq këtu. Tako botën, hajde në gjyq këtu. Jo, drejtësia ka këtë specifikë, se ka 3 shkallë. Nuk ka asnjë pushtet tjetër që të filtrohet ka shumë. Se dim sa shkon e 2 dhe 3. Dhe shkon 1, 2, 3 dhe mirë, se me kështu është ndërtu drejtësia. Nuk duhet qatë kush nga drejtësia. Qartë. Sepse o bën nxjerr vërtetë gjithë. Por është e drejtë presë. Jo, po them, në gjithë këto shkallë, domethënë nuk mund të kalojë një gjë që është e pakalueshme. Dhe këtë e ka, por
Ndodhë edhe në Francë, për shumë, Sarkozy ka marrë shumë vite, është dënuar në fund, po ka marrë shumë vite. Sa mori Sarkozy? Përdorin strategji... Po nuk rinte në burg, nuk ishte në burg. Ja, shte. Nuk është në burg, është dënuar, Edhe këta mund të vazhdojnë Pas dënimit. i kanë vunë... Edhe këta jashtë vazhdojnë sa duash. Nuk e pritin në burg. Po këtë pra po themi, ne këtë po diskutojmë. Do ta presim burg vendimin apo... Tani, po procesi Berisha tani, qa po ndodh aktualisht, Klodiana, se ti merve shmirë nga kjo punë? Qa ndodhi aty? Më pëlqen kjo mënyra se si e... Kjo është mënyrë në vapur me ullë pak ritmin dhe thjeshtëzoj shumë. Se sa më shkruan, nëse nuk e bën publik burimin, sa po më shkruan për mënyrën se si ju e drejtoni, po të lutem nuk duhet ta publikosh emrin, se është personazh shumë i rëndësishëm në lidhje me mënyrën se si e drejtoni emisionin, kështu që nuk atëherë për të kthyer tek pyetja juaj. Zoti Berisha mungoi sot për të paraqitur prokurorinë e posaçme, po doja ta ndaja një moment, nëse më lejon, pra të tejkaloj tej raportimit gazetaresk. Zoti Berisha, për shkak të virozës, nuk ishte i pranishëm sot në SPAK, por çfarë më bëri përshtypje dhe duhet ta them me zë të lartë, sepse kjo ndoshta i bën mirë opozitës, ishte mungesa e koordinimit mes deputetëve. Pra, ndërkohë që zoti Berisha ishte i prekur nga viroza e tjera me radhë, nuk vinte dot në SPAK, ata kishin ardhur të gjithë, tamam si robotik, tek dera e SPAK-ut. Tek dera e SPAK-ut. Më fal për termin që përdora, por çfarë dua të them? Pra, ideja është që askush nuk e dinte gjendjen e Sali Berishës, po të gjithë kishin ardhur te SPAK-u. E kupton, do më thënë... Nuk e dini që ishë me virus dhe... Kishin ardhur të gjithë e SPAK-u dhe po evidentoj këtë gjë se ndoshta një kritike thënë nga dikush nga jashtë, që e shikon ftohtë historinë, mund ta ndihmoj Partinë Demokratike. Dhe vetëm kur u tha që Sali Berisha është smur dhe është me viroz, të gjithë mblodhën rraqet dhe u larguan. Dhe nuk besoj që duhet jetë kjo, si një qytetare e këtij vendi, të jetë kjo mënyra e vepruarit të opozitës. Sa i përket pyetjes tuaj, procesi ndaj zotit Berisha fillon datën 30 qershor. Patjetër që do të jetë një proces që do të ketë shumë vëmendje publike. Avokatët, me çfarë unë kam kuptuar strategjinë, pra me çfarë arrit kuptoj nga mënyra se si ata kanë vepruar deri tani, do të kërkojnë që në krye të herës pavlefshmëri të akteve të dosjes dhe pushimin e saj, dhe do të jetë betejë e parë, do të jetë betejë procedurale dhe më pas nëse do ta kalojnë këtë fazë, do të kalojnë një shtrim rruge normale dhe situatë pastaj që pyetje dëshmitarësh e tjera me radhë. Por që këtë evidentimin ose më saktë këtë kritikën kisha për të gjithë deputetët që as nuk e dinë fare se si është lideri i tyre, pra që shkojnë dhe ndjekin nga pas, ndërkohë që mbrin që në pikën e mëngjesit aty dhe ndërkohë detyrohen të largohen më pas sepse nuk dinë situatën. Pra në lidhje me këtë mungesën e koordinimit brenda forcës politike. Brenda forcës politike, thua. Kështu e pa shumë, ndoshta e gabuar. Tani ju që mendoni për zotin Berisha, vazhdon gjatë dhe kjo, gjyqi. Virozën tani, ajo do kaloj, se të gjithë e kaluam këtë. Ishte virozë e vështirë, si Covid, ishte të jetë Covid-i. Por doktori kalon ato, se doktori ka qenë doktori mirë e të gjitha dhe i kalon shpejt atë dhe do të paraqitet prap aty. Pra në 30 qershor kemi gjyqin. Mendoj vazhdojnë, thua gjatë. Gjyqi do vazhdojnë gjatë? Doktori do flasë aty, seansa do filloje. Do kemi seansë në gjyq dhe seansë është gjyqi. Do me thënë, një seansë bëhet brenda, në gjyqi, ku gjyqtarja ndrynë, nuk e dima dhe ta lërë doktorit flasë, trupin gjykus, dhe jashtë pasaj doktori do bëj seansë e vetë. Unë besoj që zoti Berisha do jetë interesuar të ndjetë procesin. Problemi pasaj do jetë tjetër, pra fakti që... Do vija ty që të bëjtë seansën e vetë jashtë, s'ka pikë. Problemi aty ndoshta do jetë tjetër, që e shoqëron këtë çështjen e GPO-s, fakti që aty janë dhomat e vogla dhe gjyqet nuk janë publike, që do duhet ishin publike. Pra çfarë ndodhte në seancën e gjyqit, sepse është gjyq me liderin e opozitës, ishte e hapur për publikun. Është i hapur për publikun, por nuk është me kamera, po thonë. Po them përmes kamerave, sepse publiku s'do shkojë gjithë Shqipëria aty në sallë gjyqit. Por kamerat mundsojnë që gjyqet ndiqet, sepse është gjyq i hapur. Po jo të gjithë. Për këtë arsye është i hapur, për këtë arsye është i hapur gjyqi, pra gjithkusht ketë aksesin ta dëgjojë se çfarë ndodh brenda. Ato do të garantojnë që ky është një problem. Shkruan njëjtën, ore ky Preçi thotë ka qenë ndonjëherë, më shkruan thotë ka qenë ndonjëherë ky Preçi thotë në paraburgim, se të rish 2 vjet në paraburgim është thotë njësoj sikur të rish 10 vjet në burg.
Për si kjo që bënin ushtarët karantinën. S'kam qenë, Karantina 2 muaj sa isha jo. atë mendim kisha. Sikur bente 2 vjetë, A i besoj se e miratoj. Jo, nuk ka qenë preqilë. Në miratonat i tha. Pse ty miratoj si- preci dhe në burg duhet tani, se s'ka lidhje fare. Tash në lidhje me këtë procesin e Berishës, unë mendoj që maraton do jetë, po jo maraton që s'maron kur, sepse nuk ka sens. Edhe nuk është e pamundur të më varet se si do operojnë edhe si do jetë, si me thënë, dinamika e vetë procesit. Unë mendoj se nuk ka askush leverdi për një strategji vonese. Ka raste, kam të parë shembuj në botë ku politikanë për një arsye X ndjekin dhe strategji vonese. Unë mendoj se Sali Berishës dhe atyre që janë aty, sidomos Sali Berishës, për ato funksione që ka marrë, i intereson që të mos e mbajë si gjyllën e përkam procesin. Mbyllet, pra nuk mendoj se do ketë shumë vonesat kërkuara. Do ketë, si me thënë, Po ka shumë të shmitarë procesi. përpjekje, do ketë, si me thënë, kundërshti pa tjetër, debate mund të ketë, debate do ketë, këmbgulje, por kjo do mbaroj. Dhe në fund herës, mendoj se në Shqipëri do ndodhë kjo nga vjeshta, do ketë një tjetër qasje të gjyqtarëve dhe prokurorëve për afatit. Sepse tu tani Shqipëria konsumoi këtë ballafaqimin e parë me pandeshkueshmërinë, por ky si herë e parë do kishte gjithmonë vonesa, ndrojtje, nisje, ndalime, etj, rinisje. Unë e kam parë që edhe Evropa, domethënë, e ka si kusht për Shqipërinë, për hyrjen në Bashkimin Evropian, që këto procese duhet respektohet, pa diskutim, drejtat e të pandehurve, por duhet respektohen dhe drejtat e gjyqtarëve, edhe duhet mbrohen dhe gjyqtarët dhe prokurorët, por duhet përshpejtohen proces. Është një kërkesë e cila nuk kërkon, si me thënë, të shkatroj afatet, por të shkatroj vonesën. Mendoj se kjo do ndodhë. Kjo do ndodhë, zoti Zove, tani problemi... Gjyqin e Berishës, një pikë të shkurtë më peshin, që ose Berisha mendon sot që sistemi gjyqësor, ose gjithë sistemi drejtësisë, edhe prokuroria dhe gjykata, janë të kontrolluara nga Rama dhe duhet të dënojnë politikisht, sigurisht e kërkoj zgjatje sa më madhe i procesit, derisa drejtësia të ndryshojë. Me shpresën që drejtësia një ditë të ndryshojë. Ose mund të mos kota i sot. O ndryshon drejtësia o ikim ma kjo botë. Atë që mendon ai dhe deklaron. Askush na ndalon. Askush na ndalon ta mendojmë gjithkohën se është jenë kontrolluar nga Rama. Tani, në fakt, ka që kishim për këtë pjesë, por unë kisha dhe një moment, i keni atë striqën aty, ta fjalët e fundit i kemi pa, edhe bravo. Tani, kishim në diskutime sipër tani si ta ndërtojmë të pjesë me zonin Lala, para se të fillunin programin, ne ishte edhe një ngjarje tjetër që shefi i qarkullimit, që është në Burg, kërkoi lirimin sepse ka thyer këmbën. Dhe unë tani bëra gati ta bënja edhe po që ta shnonjë edhe striqja aty titull që thyen këmbën. Legenin apo këmbën? Këmbën. Edhe kjo tani pret se ndodhin gjëra shumë të Janë të lidhura me njëra tjetrën. Jo vetëm janë të lidhura, po është komplet me hekur gjithë se kjo ndodh gjëra çuditshme ndodhin në... Kjo është si një sifra zoologjike preç, i themi ne në tok fjalësha, një sifra zoologjike që popullata i ndërton, theu këmbën, i ku mendje kokës, ju tha koka, e gjitha çka ka ndodhur realisht se edhe gjuna tani nëse ka ndodhur. Tani ditën e sotme, përmes avokatit ne u informuam që zoti Roven Zeka, shef i qarkullimit rrugor, i cili është arrestuar në ndyshimet për korrupsion, gjatë një incidenti në Burg është rrëzuar dhe ka thyer këmbë dhe ka dëmtuar dhe legenin një herëzi. Por më duk, domethënë, gjatë trajtimi që ka marrë në spitale ka komplet me hekur. Pra nuk di ta shpjegoj nga ana, ndoshta mjekët, ato janë të specializuar. I kanë vendosur hekur. I kanë vendosur hekur dhe fakti që ai është në këtë gjendje shëndetësore, avokati kërkon lirimin me arsyetimin që gjendja e tij shëndetësore, pra në kushtet që ndodhet aktualisht, ja pamundson qëndrimin në Burg dhe duhet ketë një trajtim më specializuar. Dhe me këtë argument, ai ka kërkuar lirimin. Nuk e di çfarë qëndrimi do të mbajë gjykata, sepse duhet kemi parasysh mënyra se si u arrestua zoti Zeka, më pas kontrolle që pasua në shtëpinë e një biznesmeni, sekuestrimi një celulari, dalja në pa e disa të dhënave të reja, fakti që Roven Zeka
vetëm pak pas arrestimit u kontaktua dhe u takua në burg nga disa prej zyrtarëve të lartë policisë, pra shefave të komisariateve dhe zyrtarëve të lartë policisë, pra u qel një hetimi ri gjatë kohës që ishte në burg, dhe duke qenë një çështje me kaq shumë panjohura brenda, nuk e di çfarë qëndrimi do të mbajë gjykata. Por incidenti ndodhur brenda në burg, sipas avokatit, përbën shkak mjaftueshëm që ai të lirohet, sepse jo vetëm e ka të vështirë të qëndrojë në kushtet e paraburgimit, por nevojitet edhe trajtimi specializuar, sepse pretendon që ka hekur në këmbë, ka vështirësi në televizor, ka vështirësi për të kujdesur për vete. Jo, tani duhet bërë patjetër, po edhe pa thyer kemën ky mund të linte jashtë, diqe jashtë. Me zgjova unë përpara, se kishë bërë në një gjë të rëndësishme. Nëse ti ikim tani këti momenti. Në ky me atë që përfaqëson policinë, në fakt, duhet t'i nga policia, po. Po në policia ti iko burë, po... Këtë ata që përfaqëson, po. Pastaj, për çështjen e gjyqit... Tani, këto kishin veçuar në të nderuar të shikus për si pjesë të parë, përpoqim, thoshim në një, ju na keni ndjekur një pjesë e rëndësishme, se edhe kemi patur sinjale këtu gjëra që na kanë shkruar, po edhe popullata nga kanë ndjekur, faleminderit shumë, se në këtë vapo, ndjekja në këtë vapo është një sakrificë shumë e madhe, themi drejtën. Është dhe merita jonë. Është dhe merit shumë e madhe, edhe merita jonë nuk e di tani se... Kush po s'patë merit që të në ndjekë? Ata mund të dalin në njëre dhe... Sakrifikosh? Që ndodhë në përbanaqe, mund të dalin në njëre dhe me sfurqe në rrugë. Po tani, në pjesën e dytë, ne do të përpiqemi, po jo me atë mënyrën që kanë disa studiot ndërruar të rishikus që e zgjidhin dhe si problema, fatin e luftës mes Iranit dhe Izraelit, luftën me gjerë, dalin e të mbritin dhe përdor pse nuk u përdor kjo armë, ose duhet përdor kjo arma tjetër, e gjitha. Ne do të përpiqemi të shkojmë politikisht edhe, sidomos ç'thot bota për këtë punë, më bota e madhe. Jo ne që jemi një kartun i madh, po dhe ne do të diskutojmë se frika është edhe ne. Domethënë, që po erdhi në një luftë e madhe, lufta zakonisht ha atë që kush është më peri këputet atje që kush më i dobët. Preqë, Zullumi... pam këputet perit e ne. Lufta ndot dhe në vend që të hanë ata që duhet të hanë, pam këputet perit e vendi i dobët. Klodi, falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ne folëm tani këtë pjesë. Kolegët do mbeten, zoti Zogaj do diskutoj njërësisht, sepse është jo vetëm analist, po është marrë me politikën shumë kohë të gjithë, sidomos për këtë çështje që tamë. Një zonjë eksperte do të vijë këtu, dhe dikush tjetër, që do të hyjë nga jashtë, që ja u prezantojmë sapo të lidhemi, dhe me njerë do të fillojmë pas një publiciteti shumë të shkurtër. Me njerë. Publicitet.